Shikues të nderuar, përshëndetje, u flas drejt për drejt nga studio numër 1 televizionit, pra studio emisioni frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tonë. Sot ka pasur zhvillime të shumta në Republikën e Kosovës, përfshirë këtu edhe seanca në radhë së Kuvendit të Kosovës, mirë po ka pasur edhe një lloj proteste nga avokati i njohur Arjanit Koci, i cili ka qenë parahyrës së Kuvendit të Kosovës, ka diskutuar me shumë prej deputetëve të Kuvendit të Kosovës dhe në pjesën e parë të emisionit frontal do të flasim pikërisht për protestën dhe zemërimin e Arjanit Kocit, pra në studio emisionit frontal. Ndërkohë në pjesën e dytë të emisionit frontal do të flasim me analistin Azren Shala. Sigurisht me të do të flasim për ngërçjen e krijuar në Kuvendin e Kosovës, për zhvillimet politike në vend, mirë po edhe për një aksion antidrogë që është realizuar në Republikën e Kosovës në disa lokacione, mirë po në mesin e të arrestuarve është edhe një aktivist i lëvizjes vetëvendosje, për çka është deklaruar një ditë më parë lëvizja vetëvendosje, për më tepër është distancuar nga i njëjti. Do të kemi edhe shumë informacione, por para se gjithashtu titujt kryesor. Qeveria në detyrën e krye me Kurti nuk ndalet se marrë rivendime, u adefishon shtesat lehonav dhe i rrit pagat. Dështon për herë të 27 seanca konstituive Kuvendit të Kosovës vetëvendosje i pati veç 50 vota. Vendimi për kalim në treg të lirë vazhdon të refuzohet nga bizneset, mblidhen 400 pronar vendosen të protestojnë të mërkurën. Serbi Aleksandar Vlajić e pranoi fajsin për veprën penale të spionazhit, gjykata në Prishtinë e dënon me 5 vite burgim. Emisionin frontal e nisim sot me zhvillimet në Kuvendin e Kosovës, pra 27 dështime të deputetëve të Kuvendit të Kosovës për ta konstituar Kuvendin e Kosovës, për ta votuar kryetarin e Kuvendit të Kosovës, për çka lëvizja vetëvendosje po insiston që ajo të jetë Albulin Haxhiu. 27 tentime, po aq dështime. Deputetët u mbledhën sërish në natën e Bajramit për të provuar fatin që ta konstituojnë Kuvendin. Por as kjo ditë feste nuk solli ndryshime pozitive sa i përket zhbllokimit të legjislativit në vend. Madje dita festës e vikendi pastaj, siç dukej, veç u kishte lidhur ditët e pushimit të zgjedhërve të popullit, të cilët prezent në seancë ishin vetëm 99. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komision zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Kush është për? Vetëm 50 deputet votuan për komisionit për votim të fshet, andaj seanca sërish u shty, anipse kryesuesi Dehari ja huqi pak datës. Seanca ndërpritet, takohemi përsëri me 7 maj në orën 11. Duke parë këtë situatë, si zgjidhje është përmendur edhe zgjedhjet jashtëzakonshme. Mirë po nga LDK thonë se vendi tani ka prioritete tjera. Unë mendoj që na veç sa kemi kalu një proces të zgjedhjeve nacionale, në fakt edhe si partie kemi të njëjtin qëndrim, do duhet të bëhet konstituimi i institucioneve të dala nga zgjedhjet e 9 shkurtit, nuk kemi nevojë që ta përsërisim një proces zgjedhor. Vetëvendosja tregoi edhe një herë dy opsionet e vetme që i kanë për votim të nënkryetarëve të Kuvendit. Është ndrimi joni që nuk do të votojmë asnjë emër tjetër për nënkryetar të Kuvendit nga radhët e PDK-s përpas Najt Asanit dhe Sala Jasharit, ndërkohë që edhe ne kemi vendosur reciprocitet ndaj LDK-s dhe nuk e pranojmë asnjë propozim prej anës së tyre. Deputetët do të mblidhen sërish të shtunën për të tentuar për herë të 28 konstituimin e Kuvendit. Mirë po, jo vetëm nga gazetarët, deputetët e Kuvendit të Kosovës sot janë sfiduar edhe nga disa pyetje që atyre u ka bërë avokati i zemëruar Arjanit Koci. Para deputetëve në Kuvend shkoi avokati Arjanit Koci. Por prezenca e tij aty u shfaqi problem policëve në Kuvend. Duke parë këtë situatë, ai telefonoi policinë për t'i siguruar vazhdimsinë e aksionit. Derisa patrulla mori kohë që të vinte, arsyen e iniciativës së tij ja tregoi Bek Berishës. Bajram as kurçoj. Bajrami nesër. Jo, për Bajrami ishit marrë vesh një jo, keni pas për nesër, keni
shtypë për sot. Nuk e jeni marrë vesh. Shumë mirë jeni marrë. Kjo ide e Kocit u përkra edhe nga Adriana Matoshi vetëvendosjes. Nuk ju lëshajnë më medalj pa u marrë. Tani shumë mirë. Shumë më bëni që jeni mirë atër për zëllë. Unë s'dal. Ta ja fjallë. Dal anej. Sa problem. Nuk ka problem. Por ka qetë nuk e mori Rashid Qalaj PDK-s. Nuk është jo si qytetar, bashkëpuna jam është me lyp përgjithësi për temi krypun. Po. Bashkëpuna jam me fjongë si simbolik. Bashkëpuna jam është. Bashkëpuna jam. Bllokimi i dyerve të institucioneve më të rëndësishëm në vend nxiti reagim sërish të policisë. Lutna, derën e hyrjes masin bërë, është derë, cilën e kontrollon protokolli. Ja, ndëgjëm. Apo që që e kom bëllë? Nasni mirë, jo. Tani po... Apo do me mamu hu drejtën me protestu. Nasni mirë, ndëgjëm, vështë e përfundaj. Avokati kosovar për kraje për disa minuta mori edhe nga disa qytetarë. Me shumë televizionin na, ditë për ditë, me na hoj lukë, thej, të i pofta njerës, pa përgjeshëm, unë nuk du me përdor fjallë fyse, se kam edhe tjera fjallë çfarë do të i përdor për ta që në dërtit për me. Ai u injorua nga Memli Krasniqi e Lumir Abdigjiku. Ndërsa një debat me tonet e larta e pati me përparim grudën e PDK-s. Se ju s'po merr një vash, 27 herë s'kam botë që shtu që keni bojë. 27 herë për mua. Nuk keni jo. Jeni marrë veç për me bo festën e Bajramit. Veç për që ata jeni marrë veç. Keni pas nesër marsion Bajramit të një shty për sot. Pa e ditë fajtorin, së në zirëm që Po mirë, s'po dojmë me ditë fajton apo dim zgjidhje të juve. Ju kem ndonë botë, atë nisë nga intereson fajtorin. Në ta bona krahasimin me... Po e ki bo shumë gabim. Shumë gabim. Kur fjalët prekën fundin, radha erdhi veprimit. Po qita qëto, që të dera? Të gjithë këtë aksion e përmbylli me një adresim të fundit për media. Jo vetëm që i shkelin obligime që i kanë ndaj neve qytetarëve, po potencialisht po kryen edhe vepër penale. Për të diskutuar edhe më shumë për këtë aksion të Arjanit Kocit, unë kam ftuar avokatin e njohur në studio. Arjanit, mirë se erdhe. Mirë se gjetë, Arsim. Ajo besove gazetarëve sa hikon aty kur shkojnë të kuvendi, kur injoruan prej deputetëve, politikanëve? Në fakt, unë e pata dëshirë mu injoru sa ma shumë, se ashtu i kupton ti. Nëse injorohna une, paramenotash edhe tjerë sa injorohën, gazetarët e kanë kry punën e vetë shumë mirë, unë e dini, gjithmonë jam në anën e gazetarëve. Tash po ndërlidha me shumë tema, kushdo që ja ka bo strategjinë vetëvendosis të Albin Kurtit mos me komuniku me gazetarë ka gabu shumë. Qfarë do që janë gazetarët e kanë një mision të shajt për shoqëni edhe kur spajtona me juve, e shumë herë spajtona me juve, unë jam prapë me juve. Ndonjëherë jam me juve edhe ju kur jeni kundër vetës. E ke thellë kjo. Por sot nuk kemi qenë me deputetë. Një sen që s'po muj me au falë gazetarëve është qysh keni leju me vitet tana deputet me vonu ka 20 minuta, edhe me arë Serbez aty me hi, me folë me mu, pa e di që e kanë caktu me seancën, edhe vjen me 20 minuta abones, hynë ndërtes, tash po më tregojnë gazetarë që po thënë, kur nuk po filloj ka me kogati kur. E vërtet, po gazetarë që ka me bot tjetër për pos me raportu, me thonë me qëka që minuta abones, ka këtu do të fillu filimi, do thonë, neglijenca, mungesa kulturës punës fillon ti kur nuk fillon me kohë parameno. U bëha normale tash kjo për gazetarët më nuk paraqet të lajm kjo, se këta vanohen gjithë. Se gjykatas është vërtet që prej 10 seancave, 8 seanca fillojnë me vonesa, edhe unë gjithmonë bëj problem këtë drejtim, po përqi edhe në parlament e shkojnë seancat në mënyrë publike, transmetohen, kjo është e papranueshme. Tash, po kthehemi te tema. Po. Unë e djenë këtë kohë, pak ma herët asë që kom pas men me bo këtë veprim. Mu më shtyri me hymë protest, fakti që sa muaj deputet nuk po mundën mu marrë vesh, për asë gjë e kam bloku shtetin. Shteti është në vdekje klinike, e mu pjesa ekonomisë më intereson mas shumë te, ekonomia shumë keq. Pra, klasa e mesme po zhduket, klasa e varfër po shkon t'ju shtu edhe tash pe ka edhe problem edhe me mbjetu, pra varfëria po rritet në mënyrë ekstreme. Edhe më bo një përshtypje derisa nuk mirën vesh për hir
gjithë neve, për funksionim shtetit e të parlamentit, mrena minutit e gjetën unanimitetin që seancën e të tremtës për Bajram, për festa, mos me majtë, mos me apri zhvetit trenin, po me majtë tajten. Edhe. Pra, dojnë, ju interesan aty në këta pajtohen? Me një heru pajtun. Tash, nuk e pata asë një qëllim me kriju as simpati, as për kraje deshta me tregu mlefin tam, edhe deshta me tregu mënyrën se si protestohet në mënyrë të duhur si një qytetar, pra nuk jam tip që i përkrahi njerës që i gjujnë parlamentin me zola. Na kem pas e kanë gjujt me zol parlamentin, edhe endës jënë dhe nu. Une nuk ndalë në kur të i protestu, nuk më intereson ambient dikush mas ajo, nuk jam unë në fillim karierës, as nuk po du mu bo kryetarin në një partije, as nuk kom ambicje politike, natyrisht kontributin tem. Ke thonë ambicje politike, po se ke bo një postim që ke thonë, a i shetë pajtu që Une, tash, veprimi im politik, nëse nëherë hi, ka me qenë në këtë frymë, nëse muj diçka me ndimu, bash 5 pare nuk jap am përkra dikush ajo. Gjithat qka kom pas plan mi arrit njeti kom arrit. Hyrja në politik, mu veç në dëmton, e mas shumë të më dëmton familje në gush, se mu gruja mu ka kërsnuar, janet në aprish jetën nëse hinë të politik, unë e para nuk të votaj. Nëse gruja së voton, në qysh mu i pete me lip, po voton. Edhe këta me thonë publikesh. Që ka paston blera, ka paston blera kur s'do familja ju të s'do kërkur. Gruja ka thonë, jemi shumë mirë që shto pëse mi shti vetës të erë në kom. Me thonë, e kom një farë shtytjet mraqve nëse mu i mendimu. I kom hi këti misioni, edhe besoj që është kry shumë mirë, është dërgu porosia, njërë të duhur, e kom shprejat mlefin edhe atë protestin teme qytetare, për kur të azi, unë e kom thonë dhe nëse do në dikush, letë më bashkangjitet, po si mu bashkangjit, si unë e 5 marë në kja prape kom vazhdu atë temen. E kom kry misionin e vetë, e kom pas në kratë temin Visarec, kolegën avokat, i cili edhe kjo është e ka një simbolik të vetën, e ka dhe një porosi, është ka punu në policinë e Kosovës një kohë gjatë, është avokat shumë i mirë, është djallë shumë i mirë, është i Drenisës, Recaj, shok mirë e kam, ajo është ekspert i protestave. Do thonë me vite tana në polici ka menagju protestat, edhe e dim na diri ku mundëm me shku. Unë kur shkova në fillim, kur u takova me zyrtarin, reshterin që e një që 20 vjetë, edhe kreti një atë, ju të regova qëllimin tem. Ju thash vazhdo një punën e juj, po kërkoj që ju me vazhdu, po mu më së më pengoni. Edhe në momenti kur e shoh që ju s'pe kuptoni cilat janë obligimet edhe drejtat i mia si qytetar, unë më njëherë thira policin. Ta që shpja thirë policin të policis. Tash e thira policin stacionin, tash jo Marianit Koci avokati, po du një protest qëtë me bo para kuvendit. Protesta le mrot ma herët ju, që ato kur të bëjsh? Disa protesta, e sidomos protestat e qeta, nuk kanë nevoj me marrë leje. Protestat masovike, protestat që potencialisht mundën me ndalë rrugën, me ndalë komunikacion, protestat që nuk mundën shmi kontrolu, mundën dola vetë. A flosëm për kontrolin... Edhe vesh e thira, thash, vesh mi mundësoni kushtet me protestu. Dhe protestove, i takove, qysh ke komunikimi me deputetve? Me shumicën e deputetve, ke shumë komunikimi mirë, pra asni parti nuk pat animozitet ndaj veprimit tim. Natyrisht, disa që janë të matë mos me thonë analfabeta ose të parë si mund, disa e morën pak me do veprimet vogla ironike. Deputet nuk kem analfabet? Jo, vëlla kem edhe analfabeta, po më vjen keq, po ka. A u takosët me ta? Nuk është me rëndësi, po mbrona njështje që drejtim nuk po du me sulmu kërkojnë se s'po du me ndru kohë. Po tash me emna të regoj konkretisht qka. Mas parim, u takova me ish drejtorin e policisë Rashid Qalaj. Edhe thash, simbolikisht du mi mbyll, thash du mi me një pion të arit. Nuk ka punë për ty, thash. Thash, nuk është punë për ty, thash, që aty më nërvozën, thash, bashkë që kjo është punë për mua dhe ti nuk vedishë që ka është punë eme si qytetari i Republikës Kosovës. Duket morë gjykot, thamë i mshelë gjykotën, qëre, a ka një qytetar, a ka një politikan, a ka një profesionist, a ka kush do në këtë Kosovë që arsjeton 27 herë këta mos me mujtë mu marrë vesh, edhe qysh po shifet ka me vazhdu edhe 270 herë. Qysh po shifet? A ka? Në më thonë, edhe thash, ti nuk pëjdishe detyrat tuja edhe nuk pëjdin unë qka e në detyrat e mija. Po veç në bas fotografisë po shifet se te ke kërsnu, legishtin
Jo, i kom thonë, puna jeme është me lyp përgjësi prej teje. Kom pas një debat ashpër me profesorin për parim Gruda, të cilin e qmoj shumë edhe shumë djali mirë. Po, nuk i kish argumentet në favor dvetin. Po, edhe ju avokat kur e nëzani që se ka argumentet, ju gjuhni. Për ndryshe është prej deputetve që mas shumë tjetë qmaj. Veç nuk kalu e mirë sot, nuk kalu të mirë me kuptimin e debatit. Na patëm një argumentim dinamik, unë jam person shumë luftarak edhe kur hi në betej, qashtu po hollin, dhe nuk i kesh profesori, mas pari nuk i kesh argumentet kështu bazike se në orën 11:20, ky po më tregon çka duhet, çka s'duhet, seanca e caktuar me 11, ky është në korridor. I thash profesor, thash je vonu 20 minuta, thash nuk është shembull i mirë as për student atu. Tha un kom qenë mrena, thash aq ma keq, nëse ki qenë mrena e ki dalë 11:20. Po ka qenë mrena e ka po që s'ko kushte për sa. Po kjo kur far disiplinës është to? Kjo parlament këta po japin shembull. Vetë diçysh më duke, ke jashtë me këta, për shembull, ndoshta kritikat më të shumta është dosht me i bë me ata të cilët me kushtetut e kanë obligim konstituimin e Kuvendit të Kosovës, propozimin vetëvendosja. Unë me vetëvendosje nuk takova me Failin, i cili nuk më rezistoj heq, çka do që i fola, i hyni mrena, qeshi, thash nuk kom e shumë e dalma. Saranda jashtëzakonisht mirë në mënyrë qytetru me usell. Po, tje pat diçka me gazetarët në këtë diçka foli. Jashtëzakonisht mirë qytetru me usell, nuk i iki ballafaqimit me mua, thash nuk kam yll shumë me dal, dijeni që ju mbylli derisa të merren në vesh. Nuk po më intereson qysh mirën e vesh. Mu po më intereson me fillu me funksionu parlamenti. Absolutisht nuk po anoj. Miki, Albin Kurti, edhe ish kryetari i parlamentit të na mora vesh që i ka nik, si duket, jo ata pse kanë dashur, nështë ata kanë dashur, po shërbimit që i përcjellja, mbrojtja afër, e diktojnë ka do të me shku, ata kishin hi anë i ka hymja prezidentës. Jo që ka dosht, po Albini dën ju ik për ballis, qoftë me gazetar, qoftë me unë besoj që në këto 27 herë, Albin Kurti ju i gazetarve. Unë shumë kom pas qef sot. Shka i kishe thonë Albin Kurtit nëse kishe taku? I kishe thonë nuk i me dalë prej këtuhit pa e gjetë një zgjidhje dhe ti si maj madhi, si person që e ka partin ma të madhe. Maj votumi. Pa i për dele maj madhi, po du pak... Maj madhi është aja tjenalë. Jo, po du... përdori fjallorin që me qenë sa maj afërt me popullin, zoti shpis është maj madhi, është ai i cili edhe banë dhe përgjëtsin ma të madhe. Nuk mund është ti me qenë maj votumi me thonë na jem tot në barabart në përgjëtsi. Jo, përgjëtsin e ki te ma shumë ti edhe në fund që u shpeshon ma shumë ti edhe është ty hup Albin Kurti me qëtë blokad. Nuk pe kupton lojnë edhe të opozitës. Qka më ka befasu për të keq, është lideri LDK-s, partis me një tradit më të madhe në Kosovë. Lumiri, aj nuk u ndalë heq. E kishta, jo më ka pas shumë mirë, edhe kishte me një dosë kështu mu s'paku mu duk, me një dosë, me një matësia, aty e kuptova, të kuptomi. Lumiri është djali mirë dhe unë e menoj që është prej liderve më të ndershëm, këto, po si duket këpucat, se sot po ilustroj shumë jo në këtë fazën artistike, poetike, këpucat e Ibrahim Rugovës janë shumë të mdhaja. Vesh e kom mendu Ibrahim Rugovën, edhe Lumirin, edhe po shoh që shumë probleme ka LDK me mbush venin zvrastinën që kalon Ibrahim Rugova. Nuk pat nevojë, sidomos për pozicionit që është, ty e ditë kush jam edhe edhe që nuk kom qëllim të kesh nda jasë njonit. Veç kom dash me shprej një mlef temin në formën më të mirë të mundshme të qytetarisë. Pra, mos me shkel asnjë rregull, po me shku deri në kufi të lejuarës. Ai nuk u nal qyri pak kështu pak si çuditshëm, si duket. Po, si duket as ai vet nuk beson që është në krye të partisë me traditën më të madhe politike. Hala se ka bind veten, hala se me pas bind veten kishin më relaksuar, ndaj kujt do qoftë edhe ndaj me si një qytetar i cili po kërkon diçka që krejt Kosova peshe që nuk në regull. Nuk po kërkoj diçka që me thonë 90% vëllar janë i t'ki gabu qëto. 27 herë po shijet, 270 herë ka me shku qështo, deri sa t'ja i qëllimet. Edhe e pata edhe një mision jam kje edhe me qu porosi që këta deputet potencialisht janë t'i krye dhe vepër penale. Se nëse ti
për pozicionime politike, për vend politik, qëllimisht e blokon seancën, ajo është korupcion pasiv. Po. Rogat për marrin, nuk po marrin vendime që ka du të me marrë parlamenti, edhe po vazhdojnë që shtu, si mos me qenë kur gjo. E përmene kush ka befasu tjetër kush ka qenë lutën e takova, une me lutën jam në raportet mira, na jem shok, filloja me atë demagogjinë e vetë politike, me folë, nuk më pegon ajo, ata është politikani duhet. Për shembull, une pesho time Kadrian, pesho, pithom time Jevonu. Ajo po si gramafoni prishëm për i tregon, ajo ata gjenda të veta, qka i kanë tregu në partia, veç për fol. Në regull është ajo. Luta filloj ashtu, edhe më fond, me një dosë të ironisë, cinizmit, tha në është mirë, tha ti me orë me bicikletë në parlament. Thash, unë thash bicikletën, promovinë e bicikletës e boj publikisht, edhe nuk e më shefi. Edhe lëvizjen bje shumë mirë që shumë njerëz i kom shti me i gra bicikletës, po ti në këtë situatë serioze, me marë këtë ironi, thash, pitej është mare. E poshtë që ka. I thash, mare është, thash, pitej në këtë situatë, thash me përdor ironi. Edhe kusht priti mirë? Tash qëra, unë jam situatë ku toni kom shok, ty e përfshi dhe Dautin. Dautin i kom thonë njerë, fillim, Jevonu, pse s'kjarë me ko. Edhe ta dhezi shumë plak. Edhe, aju still mas miti, mas korekti. Nështë mundet me ndodhe për shi kem edhe raportet mira. Kësë edhe një kojshia, po? Edhe kojshijem edhe me lumirin në. Po dhe? Edhe me lumirin jem kojshi. Nështë edhe pse kem raportet mira, a ju silë më përgjithsi, kretion silë korekt, disa ma bojshin rafsht, ata me nëshin që fakti që ma bojnë rafsh mu, adin mu më krym pun. Une, në fakt, e kisha ma shumë me tregu, qëtë performans me tregu që nuk e kanë në regull, me tregu që sado që ata po menojnë që neve nga bojnë budal, nuk janë ty nga bojnë budal. Edhe mbi gjitha, dhe shta mi u tregu edhe disave që mpe i qujnë për këshana, që duhet me vepru prap, që shtu që kom bo une nuk e kom bo nomin. As nuk e kom zgjedh problemin, po shumë ma mirë që shtu me vepru, tregomni, nësë është ma mirë me najtë porim tonë, po pajtomi, po qëta politikanë, po sidhën që shtu veç pëse na tonë flasim në Facebook, a kur vjen me vepru konkretisht asë jonis veprojnë. Nëse është mirë që shtu me i gra këta qysh dojmë vetë politikanë, po vazhdojmë, nuk ka problem për i. Jo, shtunën po i lajmë me i shiju festën e Bajramit. Ja, se ata shkën me dalë. Ata dalin shtunën, po rinë 5 minuta se ka nuk këthim Bajram me bo Bajram. Po me vazhdu ato. Po me vazhdu. Ti a ki fest? E kom edhe unë e festën. E festoj unë edhe Bajramin edhe festat katolikve. Po di, prandaj dhe të pësë. Po ajo është edhe paransishme. Une jam i binu që shtunën ka mungu sa ma shpejt se i ka lonë pëmet të vizitat. Edhe krejt pedim që s'kanë më marrë vesh asë shtunën, edhe kur dikush merë iniciativë, thënë gjendë metat, kjo kështu, kjo kështu. Që s'ka përkeshonat. Ariani, falendori shumë që ishe në emisionin frontal. Falenderit edhe juve, po e shvizoj rastin me i falendru gjitha mediat, që me dëvërtet ka dhonë hapësit madhe, dhe po i falenderoj shumë qytetarë sot në i kom pas 1150 mesaje për krahjes, po shumë kanë për krah, i falenderoj gjitha tam. A të shajti kush? Ka pak, po, bre, ama nuk është shnosh, është një mës me shajt, unë e kom qepë në shajt. Me të livdu, qëre, Steve Jobs i ka thonë, nëse me tanë me qenë mirë, mas mirë tje shko shetakullore, se tje aj që shetakullore me tanë është mirë. Kështu që nuk e kom ato problem. Deputet që po mburën, me njëherë masi që e kryva, unë e shkova në Soma. Aty fillova mi pa ty ardhë në Soma deputet. Ata? Po, ta shaj e keni prej pjongë, jo kem dalë ka him një tjetër. Dhe më thonë, një situatë e përkeshjes, një situatë qesharake, thash, qërë, thash, po m'jen kesh njën, thash, po m'jen kesh ti po më menon që po bën hajgare me popullin me mu, thash, e ka bën me vetën. Mungut që ashtu, mos me
majtë seancën, mos me lonë me funksionu shtete, me këthy me njëherë shpejt marrë në kafeq, nëso ma është marja zotit. Arend, falenderoj shumë që ishte. Falenderit edhe juve për ftesën. Ndërkohë, shikues të nderuar, ne vazhdojmë me emisionin frontal mbesim edhe me zhvillim politike, me zgjedhjet, mirë po kësaj radhe flasim për zgjedhjet lokale që tashmë një ditë më herët presidenti ka takuar partitë politike dhe pritet që të caktohet edhe dita se kur do të mbahen zgjedhjet lokale. Ndërkohë, partitë politike tashmë disa prej tyre kanë shpallur kandidaturat për kryetar komunash. Pra, si që duket, duhet flasë edhe pak, po më thot Floranda, derisa kronika tjetë gati për shkak se partitë politike, si që thash, kanë publikuar pra emrat e kandidat për disa komuna, kryesisht në ato komuna pra ku udhëheqin do t'jenë ata të njëjtit, pra kryetarët aktual do t'jenë kryetar edhe kandidat për zgjedhjet e ardhshme lokale. Zoti Bek Berisha, deputet në Parlamentin e Kosovës në shumë mandate, kryetari i Komisionit Sigurisë, për kandidat për Prishtinë. Është ndër kandidaturat e para të zyrtarizuara për udhëheqjen e Prishtinës. Pas përparim Ramës e Besa Shahinit, Bek Berisha është opsioni i radhës që mund ta zgjedhin qytetarët. Megjithatë, ky nuk është zyrtarizimi vetëm i aleancës për ardhmërinë e Kosovës. AK-ja ka dhënë besimin për të garuar edhe një herë kryetarit të komunës së Suharekës, Bali Muharremajt. Në konë kryetar i gjithë shtetërorëve pa dallim parti politike, qoftë që në konë afër shtetërorëve, gjitha shtresa, gjitha kategorive, qoftë që në konë afër të moshuarve, afër fëmijëve, afër të qerave të fëmijëve, afër shkollave, afër studentëve, afër bujqëve, në konë shërim shtetërorëve 24 orë, në borë, në shi, në çdo kohë. Në konë 24 orë në për të panë, në për dashme, në për banketa, për të mirë. Ky subjekt politik ka bërë të ditur po ashtu se Zenon Nelezaj është kandidati i tyre për komunën e Klinës. Për dallim nga kjo parti, Lidhja Demokratike e Kosovës bëri të ditur se kjo çështje është ende në proces. Nuk janë përcaktuar emrat, janë bërë takimet e përbashkëta me kryesin dhe kryetarët të degëve, gjithashtu me kryetarin dhe kryetarët të degëve. Do thotë i kemi nda procesin në 3 faza. Dhe tani janë komunat degët e LDK-s në për të gjitha komunat në Kosovë të cilat janë në fazën e procesit konsultativ. Megjithatë, LDK deri më tani ka bërë publik emrin e Arber Ismailit si kandidat për kryetar të komunës së Gjilanit. Si kundër kandidati i Ismailit dhe jo vetëm, LVV ka vendosur sërish Alban Hysenin. Kjo parti politike ja ka dhënë besimin për të hyrë gares edhe për një mandat të dytë kryetarit të tanishëm të shtimes Qemajl Aliut, atij të Podujevës Shpejtin Bulliqit dhe kryetarit të Kamenicës Kadrera Himaj. Ndërsa këtë të njëjtë u bë ditur se nga radhët e LVV-s për kandidat për kryetar të Obiliqit u caktua deputeti aktual Halil Thaqe. Por ende nuk kanë treguar se kush do të synoj postin e kryetarit të Prishtinës nga ky subjekt politik. Raportohet se opsionet e LVV-s për kryeqytet janë Glau Konjofsa, Arben Vitia e Hajrullah Qeku. Kujtojmë se të mërkurën presidentja Kosovës e Vjosa Osmani është takuar me liderët e partive politike për të saktuar datën e zgjedhjeve lokale. Nga presidenca thanë se gjatë kësaj jave do të kuptohet data. Ndërkohë, kryeministri në detyrë Albin Kurti vazhdon dhe nuk ndalet duke marrë vendime ndonse është vetëm kryeministër në detyrë. Sot me një vendim pra qeveria e Kosovës u ka dyfishuar shtesat lehonave dhe i ka rritur pagat që nga korriku. Juftoj për miratim kush është për. Pavarësisht se ekspertet ligjor po i cilësojnë të jashtëligjshme, qeveria në dorëheqje nuk po i ndal vendimet. Disa soshi morën edhe mëngjesin e së enjtës në mbledhjen e 261 të këtij kabineti qeverisës. Sot kemi një mbledhje jo shumë të gjatë, por nga e cila do të dalim me lajme shumë të mira. Një tillë është rritja shtesave për nënat lehona të papunësuara nga 170 në 325 euro. Pra për të gjitha nënat lehona, që nga ky muaj, shtesa mujore do të rritet në 325.9 euro, e kjo përbën një rritje prej 91.7% apo gati 2% të shtesave. Për 6 muaj, shtesa e rritur përkthehet në 1.955.4 euro. Përveç për ato që janë në punë, vendimi prek edhe lehonat e punësuara. Përveç pagesës prej 70% për 6 muaj nga punëdhënësi,
lehonat e punësuara do të përfitojnë mbështetje për 3 muaj të tjerë nga qeveria në vlerën prej 319.5 euro, që është 50% e pagës mesatare. Krahasuar me nivelin aktual prej 223 euro, mbështetja e re paraqet një rritje prej 43.3%. Para më shumë do marrin edhe shërbyesit publik, siç ishte paralajmëruar vitin e kaluar, kjo do hyjë në fuqi nga muaji i ardhshëm. Pas përgatitjeve teknike, zbatimi i fazës së dytë të rritjes do të fillojë të aplikohet muajin e ardhshëm dhe kështu pagat mujore për zyrtarët publik për mbi 80.000 zyrtar publik do të jenë 110 euro më të larta se sa ishin në dhjetor të vitit 2024. Qeveria në detyrë gjithashtu mori vendim për hartimin e planit hapësinor për kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Falenderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Qeveria që udhëheqet nga Albin Kurti është duke u kritikuar shumë nga bizneset kosovare për shkak se nuk i kanë mbështetur, sidomos pas vendimit të ZRI-s për shtritimin e energjisë elektrike. Pra vendimi për kalimin e Tregtit të Lirë vazhdon të refuzohet nga bizneset, sot janë mbledhur 400 pronarë dhe kanë vendosur që të mërkurën të protestojnë. Zgjidhja si u bën nga java e kaluar ndaj u mblodhën sërish. Qindra pronar të bizneseve të njëjtën u takuan të dakordohen për hapat e radhës për të kundërshtuar daljen në Tregj të Lirë. Mbi 1000 biznese po dëmtohen me rritjen e energjisë për 16.1%. Takimi u mbajt me dyert të mbyllura e papraninë e mediave. Pas rreth 1 ore u dakorduan e mbledhja përfundoi. Lulzim Rafuna, kryetari i Odës Ekonomike, dha më shumë detaje. Bashkë me punëtorët se kanë filluar të ndijnë pasojat negative të këtij vendimi dhe bashkë me punëtorët ditën e mërkurë do të dalim në shesh prej orës 11 deri në orën 12 për ta shprehur pak kënaqësinë që e kemi lidhur me këtë vendim dhe për mos reflektimin e qeverisë së Republikës Kosovës. Edhe kryetari i Aleancës së Bizneseve Agim Shahini tha se protesta është zgjidhje e vetme. Prodhuesit, shërbysit nuk po mund ta përballojnë këtë shtrajtim të energjisë elektrike, askush nuk është kundër tregut të hapur, por në formës dhe mënyrës. Përfaqësuesit e bizneseve konfirmuan mbylljen e 2 fabrikave prodhuese. Fabrikave të cilat janë në pronësi të investitorëve tuaj ose të cilat kanë kapital të përzier, domethënë vendor, edhe tuaj të cilat janë mbyllur, po flasim për një 300 punëtorë në njërin prej komunave më të varfra të Republikës Kosovës. Këtu tha se KEK po kërcënon bizneset. Dojmë KEK-un këtë rast që të mos kërcënoj bizneset me ndalje të rrymës, siç po kemi informata nga bizneset, që kanë duke i kërkuar nga biznesi që ta bëjnë një kontratë, ta realizojnë një kontratë, kundërtën do t'ja ndalë rrymën. Të mërkurën në orën 11 punëtorë të bizneseve bashkë me krerët e tyre do të protestojnë në shenjë pakënaqësie në sheshet e Prishtinës. Ndrojmë temën e informacioneve dhe flasim për serbin Aleksandar Vlajic, i cili sot ka pranuar fajësinë për veprën penale spionazh. Gjykata në Prishtinë ka dënuar atë me 4 vjet burgim. Pak orë pasi pranoi fajësinë, erdhi që ta dëgjoj shpalljen e vendimit. Agenti i shërbimit sekret serb Aleksandar Vlajic pranoi se ka incizuar fshehurazi lëvizjet e automjeteve të policisë së Kosovës në pjesën veriore të vendit. Ai gjithashtu ka mbledhur të dhëna për qytetarë serb të dyshuar si bashkëpunëtor të institucioneve të sigurisë në Kosovë. Andaj gjykata themelore në Prishtinë në emër të popullit mori këtë vendim të enjtën. Për veprën penale shpionazhe, nga neni 124, paragrafi 3 i Kodit Penal të Republikës Kosovës, dënim me burgim në kodgjatje prej 5 viteve burgim. Spioni serb u dënua edhe për armën pa leje që ja gjetën pas bastisjes në shtëpinë e tij. Dënim me burgim prej 6 muajve, i cili dënim konformin 44 paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës Kosovës me përqimin e pandejorit, si pas marrëveshjes për pranim fajësie, dënimi i shqiptuar me burgim zëvendësohet në dënim e gjop në shumë prej 1.000 eurove. Aleksandar Vlajic përveç kësaj po gjykohet edhe për sulmin me granata në zyrat e KKZ-s në Mitrovicën Veriore në dhjetor të vitit 2022.
Besim ende me informacione nga drejtësia dhe flasim për krerët e lartë të ushtrisë qeverimtare të Kosovës. Mbrojtja e Hashim Thaqit përmes avokatit Luka Mishetić ka kundërshtuar pretendimet e prokurorisë në kërkesën e fundit për vazhdimin e paraburgimit për ish-presidentin në çështjen e të cilat po gjykohet për krime lufte. Luka Mishetić në parashtresën e dorëzuar trupit gjykues ka thënë se pretendimet e prokurorisë që ka rrezik që Thaqit aratiset janë të pabaza dhe spekulative. Ai ka thënë se klienti i tij nuk ka paraqitur asnjëherë rrezik që të aratiset, përveç kësaj mbrojtja thotë se Thaqi e ka konsideruar çështjen e prokurorisë si të dobët dhe ka konsideruar që të mos ketë fare çështje mbrojtjeje. Ndërkohë në anën tjetër, mbrojtja Hashim Thaqit ka folur edhe për një shqetësim tjetër që ka të bëjë edhe me fundet për çka mbrojtja Hashim Thaqit është duke përballur edhe me probleme financiare. Hashim Thaqi ditë më parë është drejtuar me kërkesë gjykatës speciale, kërkonte që procedurat e tij për rastin e pengimit të drejtësisë të veçohet pasi është e pamundur të përcjellë të dyja gjykimet me avokatë të njëjtë. Sipas parashtresës së Thaqit, me dy gjykime në të njëjtën kohë cenohet të drejta e njeriut. Madje në parashtresën e ish-presidentit të Kosovës thuhet se trajtimi i dy rasteve në të njëjtën kohë ka barë të madhe financiare, të cilën ai nuk po arrin ta përballojë. Në anën tjetër, krerët e lartë të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, të cilët janë duke qëndruar në qendrën e paraburgimit në Hag, kanë refuzuar që të takohen me avokatin e popullit të gjykatës speciale, për shkak se ata kanë konsideruar që avokati i popullit të gjykatës speciale nuk u ka dalur në ndihmë kur ata kanë pasur nevojë. Për këtë çështje ata kanë refuzuar që të takohen pas një kërkese që avokati i popullit, pra jo i Kosovës, pa i Hagës, ka pasur për të takuar dhe për të vizituar ata brenda qendrës së paraburgimit. Në anën tjetër, organizata e veteranëve të ushtrisë qeverimtare të Kosovës para pak çastesh ka reaguar duke alarmuar për gjendjen dhe trajtimin të cilin po e bëhet krerëve të lartë të ushtrisë qeverimtare të Kosovës që ndodhen në Hag. Kurse tash vazhdojmë me misionin frontal me të ftuarin e radhës, zotin Azren Shala. Azren, mirë se erdhe. Mirë se u gjenja Arsim, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që je pjesë e misionit frontal, ka shumë tema për të diskutuar, mirë po pashmangshëm do ta prekim pak edhe këtë trajtimi që po bëhet krerëve të lartë të ushtrisë qeverimtare të Kosovës në Hag dhe le të themi ndoshta edhe neglizhenca ose heshtja e institucioneve të Republikës Kosovës. Ndoshta për mua është ky shqetësimi kryesor edhe si më thon me gjuhën e popullit ajo hatër mbetja që i dashme pas shqiptarët ndaj qeverisë. Në fund ditës nga ajo trup ose nga ajo gjykatë speciale atje në Holand, paçka se me ligj e Kosovës, pyetjen nuk presim më mirë. Rrjedhimisht mbrohemi edhe organizohemi për me kriju mekanizma që mi dal përballë asaj gjykate. Por heshtja e institucioneve tona, për mua është heshtje që miraton çdo gjë ose çdo ndodhi që po ndodh atje krerët luftës, ose më thon ma troç kështu. Qeveria aktuale që përfaqëson shtetin tonë, qeveria në detyrë, prej se ka ardhur pushtet 2021, ka qenë në qysh këtë heshme edhe ka veç një shqetësim. Shqetësimi ty në është mos rastisht këta djemë për ja dalin me dalë të pafajshëm. Pra, këta e dojnë dënimin e kënë djemëve, sepse nuk e më falë, se, na muna me kuptu paka shumë edhe i di në relacionet politike, po flasë, po, nuk besoj që dikush e dënë, e ashmatej për këta që janë në krytë institucioneve, e dojnë dënimin atyne. Dhe në anën tjetër, dhe në anën tjetër, që aty është edhe Recep Selimi, nëse këta e pas kanë... Ma kanë vonë këtë pyetje Arsim, nëse Albin Kurti konkretisht i gëzohet dënimit eventual krerëve të luftës, aty e ka edhe Recep Selimi. Po. Mos harroni, Albin Kurti nuk ka ndjeshmëri për Recep Selimin. Edhe dënimi eventual i Recep Selimit, Albin Kurtit nuk i prish kur gjohë punën, kuptimin elektoral në Kosovë. Por lirimi eventual i Hashim Thaqit, ja prish këtë matematikat. Sa e din aurën, sidomos nëse kthehet nga një proces i pa drejt, del fitimtar për herë tret pas çlirimit të pavarësisë. Kjo për Albin Kurti kishte qenë edhe fundit i politik, disfat më të madh s'kishte shtuar kur. Kështu që, për mendimin tim, karshi mundësisë që e rrezikon Hashimi më kthyen në Kosovë, katër veselje këta, ky edhe me dëshirë e pranon ose nuk e pengon fare dënimi i Regjës. Kështu që unë mendoj që është luftë protagonizmi. Pra ajo mania e Albinit me qenë politikan që hin histori, në anale të historisë, e çon deri ajo marrëzia politike e tij që me pas edhe me ju gëzuar dënimit eventual të në krerëve tonë. Prandaj nuk reagojnë se ty këtyre ka një problem. Me ligje kjo gjykata është e Kosovës Arsim. Tash, na e kemi pa këtë qeveri, Albin Kurti me këtë strukturën e vet,
çdo vendimi të gjykatave që ndodhin në Kosovë ju përzihen, ndërhyjnë, i komentojnë, nuk i pranojnë. Ndërkohë vetëm as gjykat që ka vendosur mi besue, ironikisht është socialja. Që kjo mund të diçka favoror nga politika, e keni fjalën. Jo, vetë speciale nuk i përzihen. Sa herë marrin veprime që janë komentuar pi analizë ose pi ekspertë të fushës, që janë kundërshtim me lirit e drejtat e njerëzit, këta nuk bëjnë zonë. Çdo vendim që të në Kosovë e që ja u prek pak këtyne atë propagandën, ja u shkërmoq propagandën, këta dalin reagojnë. Pra, gjykatët në këtë kapme, po speciale si pas tyne është okej, korrekte. E na kemi pa që procesi deri tash, të paktën që kemi pa deri tash, pini outsideri, unë sem jurist, është komplet shkelje e drejtave të njerit. Pra, aty abuzohet, kjo për nga aspekti human është barbare kjo gjykat. Po Albin Kurti nuk i pengon. E çka ka me bën Albin Kurti? Na kemi pas 2 deklarime për shembull, edhe Glaukon Juftës, edhe sfondimit Albulena Haxhiut, që do të ndërmarrim hapa. Glauku ka pasur atë kohë që do ta krijojmë një komision që monitoron punën e gjykatës, edhe kjo ka qenë veç nivel deklarativ. As një iniciativë se kemi pa. E njëjta deklaratë pak a shumë ose ngjashme e Albulenës, kur ndodhi rasti Jashim Haqit që nuk u lejuar marrën ceremoninë e varrimit, do të kërkojmë shpjegime me kësi fjalë tjera, edhe nuk ndodhi kur gjë. Pra ato janë reagime ose deklarime publike, sa mos më thonë që qeveria nuk interesohet ose nuk flet. Po ato janë komplet për konsum elektoral. Iniciativa konkrete që pak të mërshu pyetje, pse po ndodh kjo ndaj krerëve tonë atje, ta nuk kanë. Sepse krerët e luftës, përveç që janë politikan ose kanë qenë politikan deri në arrestim, janë ndonjëherë që e kanë një aur mbrapa, e kanë një protagonizëm historik mbrapa, janë figura kyçet këtij procesi historik Kosovës. Prandaj këtu Albin Kurti edhe i kompleksuar ndaj këtyre djemve. Edhe kështu që unë s'kam pas një dilemë, ky e don dënimin e krerëve për shkak protagonizmit vet politik, egos politike, të tjerë ka aty që ne kemi folur shpesh, më shumë ju pengon Kosova se Serbia, e kemi pa mimozën çish koordinohet, e kemi pa Kulan Muratin çish i quhen mercenar krerët e luftës. Doni Gërvallën që do më ngrit pa di, ose që deklaron që ka më ngrit pa di, e deklarimi i saj përdorët si referencë atje në Këshill Sigurimin nga Ivica Dačić, e me këtë fundit del fotografi Saranda Bugojevci dhe del viktimizohet. Pra këta një strukturë për mu, kriminale, politike, e cilit kanë i bërë qatë të në Kosovës, sa do që jenë pushtet, që riparimi i ti ka me qenë shumë i gjatë. Edhe mund kjo më irriton. Ndërkohë, me ose pa ata që janë në Hog, Albin Kurti nuk po arrin që të konstituoj pra institucionet e Republikës Kosovës, është zgjedhur domthonë si fituesi këtyre zgjedhjeve, është votuar realisht, mirë po kemi në një blokadë në kuvendin e Kosovës dhe le të themi në vendin tonë. Unë mendoj që kjo është këtë skenari Albin Kurtit, opozita sa më shpejt që kupton është më mirë, e para këto janë teste, por mua është ka teston se në një ditë e pam Albin Kurtin në një deklarim ku tha na kemi qeveri, pas kemi kuvend. Ti nuk mundesh pas qeveri, pa u konstituu kuvendi e pa votu qeverinë e re. Se një qeveria e Kosovës me kushtetut e ka mandatin 4 vjet. Ty ka përfundu mandati. Ti je në qeverinë detyrë ose ndërheqje, ki e disa kompetenca, këtë kufizume, si pas ligji që e ke bëvet. Po pse e bën Albin Kurti këto? Ky e teston deri ku është gati kjo shoqëni, me suprimue pushtetin më të lartë në Kosovë, që është legislativi, edhe ky një harforme me ja hap rrugën një regjimi autoritar edhe zyrtarisht më. E kjo për mua problem. Kështu ka bëu Stalini Hitleri. Stalini e ka shpërbuar dumën rusa atje, edhe ka qeverisë vet. Më thotë ky mu kryeministri i Kosovës, ku ndarja pushteteve është e sanksionuar me kushtetut, legjislativ, ekzekutiv, gjyqësor, ky më thotë kemi qeveri, jo s'kemi qeveri. Jo kemi qeveri sepse kemi qeveri, madje po merr edhe vendime, madje edhe vendime të mira. Por më tepër e këtu po dalsa. Sot janë rrit pagat, në modë vendim, është rrit edhe pagesa për nënat lehona. E kjo për Albin Kurtin, pra ky unë kur thash fillim kësaj pyetje që mashtrove, që e ka qëllimshëm këtë skenar, sa më shumë i afrohemi zgjedhjeve lokale, sa më shumë zgat që kjo blokad, ky merr vendime këtu, edhe këto i shkojnë në favor në zgjedhje lokale. Ai vendimi i dytë që doli, që sot është lajmi i mirë, nuk është lajm, ajo është mbajtje e premtimit, se një 53 orrit në janar për shërbim civil, tash atëherë ose që në korrik hin fuqi kjo. As ka një rritje, domosdoshmë sa 100 euro që u ndon nga 50. Po, pra ky nuk është lajm i ri, ky është konfirmim. Konfirmim asaj. Ose mbajtje e premtimit. Por këto i kanë dalë qëllimisht pra. Atko ka punuar për zgjedhjet e shkurtit, kalon diçka me punuar për zgjedhjet lokale. Edhe ky sa më shumë shkon kështu, në rastin konkret që nëse opozita e çon në kushtetuese, që këto ligje dalin antikushtetuese, se me ligjin që kanë bërë vetë pa përsëris qeveria Kurti, këto nuk ka drejt në maksi vendime, aq më tepër skandali më i madh kur e pa Bislimin që takohet atje nivel diplomatik, që në ato nenat që i kanë miratuar vetë, nuk ka drejt qeveria në detyrë me bën veprime diplomatike, as në asnjë variant.
Pra këtë kur harton kushtetuesja, ky del thot unë jam me ju, po qyre këta po më pengojnë në gjykatë. Edhe këtu duhet, se na bëm abet para se vinë emision, këtu duhet një narracion, edhe duhet një shpjegim i mirë i partive opozitare. Duhet, po thonë, a e bëjnë, do në zemër tut në jo që jo, se janë nështro komplet. Edhe se kuptoj lejnë e kurtit, edhe për mu, tashmë është evidente, janë ka tutën prej kurtit. Sepse vetë nuk janë unik. Po janë ka tutën arsim se qyre. Jo, nështë ka pas logjik, për shumë atëherë kur ka pas më shumë se 50. Ta shkaron në 42, dhe më dhonë nuk e ka fushin kurti. 42 i ka kurti, po këta nuk janë në gjendje mu bo unik për një moment, se unë mu kanë opozitar sot, njëni nga krejtë e partisë, ose 3 bashkë më mbledh, unë e kësha votu e krejtë parlamentare. Edhe e shtin afat kushtetues. Po. Në rastin më të mirë, nëse i kalon këtij afati kushtetues Albin Kurtit, nuk e bën qeveri. Vjen afati i dytë, kush do që e bën një shumicë? Këta s'u ne bëjnë. Po se s'fikan as këta. E këta i frikohen zgjedhjeve. Pra, partitë opozitare po kalkulojnë elektoralisht që shpobon Kurti. Po Kurti në pozicion më të mirë, se e ka një mekanizëm dorë, qeveria, edhe se përmani është liqëm, po marrë vendime popullore, edhe suksesin e korë në zgjedhje lokale. Këta kanë me tash as anë që të populli, as këne. Pra ndaj për mu, që kjo pa aftësia opozitës, ose e isha opozitës, mi thonë ma korrekt më kanë, për me kriju një blok politik, edhe mi adho mundësin Kurtit, mi konsumu ato afate kushtetuese, për mu është marzi e llojit vetë. E këtu kanë faj të 3 partitë opozitare, po fajtori kryesore ka përmendimin tem Lumia Abdigjiku, i cili është as anë as këne. E kësi pozicione, kur si as me Kurtin, as me këto 2 parti tjera, AK, PDK, ti në fakt i ndihmon atij që më i fortë. Gjithmonë është kështu. Pra i shkon po shtati Albin Kurtit, jo. Po edhe këta të dy tjerë, nuk ka që kanë shfaq në interes kështë e di qëfar, s'kemi pa më veprime konkrete përveç atë deklarimet para, mas ju certifikuar zgjedhjet. Bedri Hamza ka folë njerë, hupi kretë Spanijën i gjallë, Ramushi ka met ma shumë të marrë me Fatmirin, ma divorcin, po thonë kushimisht politik me Fatmirin, edhe Albin Kurti këto e ka humus fantastik për me arrit qëllimit e veta. Kuj për shërben kreç kjo situatë? Këtë Albin Kurtit, më vendimin tem, Albin Kurti për arrin qëllimet, po merr vendime populiste. Se kjo shtesa për Leona, dhe shtesa do më thonë, tash pa marrë parasysh mënyrë shpjeguar një sen. More, hecëm interesën, njerëz ata po i marrin parët, kjo ka rëndësi për qytetarin e varfër. Dakord, arsim, po parët, këto rritje vinë, masi jo rrit energjia. Çmimi i ri i energjisë, pritet hala më rrit, krahas saj kanë morë do çmime, që i vjen këto parët janë aq sa kanë pas vlerë para se morit energjia, para se marr faza e reinflacionit. Kjo e para. E dyta, hajde po flasim një herë, a beson dikush ose a beson Albin Kurti këtë rast që rritja vetëm monetare, financiare e shtesave për Leonat e permision pozicionin e grave në shoqërinë tonë, grave Leona. Sigurisht jo. Sot a dini sa gra në Kosovë, në sektorin privat e humbin vendin e punës ku shkojnë pushim shtatzanisë. E kemi qëtor Limumar shteti jonë. Pra Limumar një herë me trajtimin barabart, dinjitos të grave Leona që sot përballen çdo ditë në përvojën e punë. Unë një përvoja pa fund që gratë Leona përjashtohen nga sektori privat, sepse nuk mundin më kthejnë punë, sepse sektori privat llogarit çfarë. E mojmë se shtatzanin, mos të hetojnë për një kohë, se në moment që hetojnë, edhe ajo ose s'marrin, me shkruan intervistë shtatzan, zole ki me një punë, se kalkulojnë që të paguhen 7 muaj pa punue. Kur del në pushim të Leonis, ti e ke zole më kthyje më. Ai 7 muaj që ne ka pa tjetër, më thonë, kemi pas raste që kanë shkelë ligjin, e kur i permision këto, atë rritja është okay. Për më tepër që rritja është në shërbim të këtij inflacioni të ri. Kësha kur gjoni kësaj, për mu nuk e permision jetën e qytetarit, aq ma tepër grave Leona një rritje e tillë. Po Albin Kurti i bën sot populist, ai don këto lidhjet e shkurtra, domethënë, që në popull pasionojnë, po kur i kçyn mbrendi për mbajtje, s'jan kur gjë hiç, zero efekti. Ati po i funksionojnë, domethënë, qytetarët janë të pasi si një veprim i mirë dhe të ke punit kur i merr ai dopare në xhep, për to është shumë okay. Qytetarët po aty po funksionon politikisht, po në aspektin e asaj se sa po rën se më thonë jeta e qytetarëve, kjo është minimale, kjo është zero. Këtë zonin e pakënaqur qytetarëve që po e ndjejnë për ditë me rritje të çmimeve, me këtë artikuj ushqimor kanë shkuar vazhdimisht shkojnë të rrit, çmimi i energjisë, shumë biznese rrezikohen me kolapsue me këtë ligjin e ri që e bën Izereja. Këto zera li ngrin dikush. E vendi ku do të ngrihet atë zena është parlamenti. Partitë tona tjera që janë për mund të nështruar ndaj Kurtit, zoni pas pionit. Nuk mundesh ti, unë e kam thonë vazhdimisht edhe po përsërisë disa tonë herë. Nëse këta besojnë, partitë AK, PDK, LDK, nëse këta besojnë që Albin Kurtin mundesh me nal, edhe mundesh me mposht me mjetet demokratike në kuptimin e asaj kur analizon brenda konturave të demokracisë edhe brenda suazave të normalitetit, është gabim i rënd. Ky as normal në kuptimin politik, as demokrat nuk ka. Prandaj me mjetet demokratike që thotë LDK pacifist, e që sot PDK-ja na i besojmë institucioneve, o këtë në rregull, kjo vlerë kur e keni kundërshtar normal që ti do kodën
këta janë këtë anarkistët ju beshini, dalin hata së filin ligje bre, edhe 5 pare si bon, prej kuvendit, këthejnë qeveri, prej qeverisë në kuvend. Edhe thojnë kemi dhënë dorëheqje. Unë ima vit atëherë kur ja votojnë komisionin e mandateve, Kanë pas interes edhe këta, sepse ndryshe nuk u bajshën as ta deputet, nuk hinshin në rrugë. Pra, atëherë që shmi besu këtë një deputet e tjerë. Që shmi marë seriozisht tash. Pra, e shkelën një zotim të vetin. Unë e kom respekt për përparim rrudon. Një natë për para ka folën presin që to imi kanë, në të shtatës. Edhe të regoj ke që kjo që po të me bove në ndosja, o shkelje e ligjit. Nak nuk bojna pjesë e shkeljes. Nesër, pa në rrugë kur gjo, del edhe e voton qatë verifikim të mandatev. Çka ndodhi përparim tash? Çka ndryshojnë qatë pikë? A me kuptoni, pra këta jonë në nështruum ndaj Albin Kurtit edhe mu që kjo më shqetëson. Se për Albin Kurtit nuk pres ma mirë, po për balna për dit me ta, po marë kërcënime për dit, po kjo s'ka rëndësi. Kush ka kërcënan? Aktivist pa fundësisht dhe të ndosjes. Disa mesazhe edhe i kom bo gati mi qunë polici, frydje këto, mos për Sullgariti, të qesin, jo veç mu, por shumë tjerë, që janë matë zanë shumë ndaj qeverisë Kurti, me drejt për ndryshe, që për përjashtaj vetën, të qesin e përfaqet në lajët dhe të ndosjes, me të pështënin kush të në rrugë. Këto linqime, po getë që neve në puna friksajnë, pak kemi me që po flasim, po deputet e PDK-s, LDK-s dhe AKS për friksajnë. Bja vaj ngajle qysh ishe njeri, po që kam intereson mu qysh interpreton Dimal Basha. Që kam intereson mu qysh me interpreton aktivistive të ndosjes. Unë e kom krenariku për bërë me ta. Unë e pështyoj aktivistive të ndosjes ta kanë në qytetet të Kanë e pështyjnë, mua? Po. Aj, mundu me provuë, po me pështyjnë jo, po nese. Nese, nështë ta pështyjnë ma e leta që e vërdojnë. Unë i shte me provuë, pra, për mu krenari me të shakta. Nëse të shanë të lartë svetla, që e kini tu edhe kini afishu në ekran, njeri me një dealer drogos, edhe tash, që ta me të sha, këta deputete komandit, me di që kjo krenari dhe respekt për ty. Po këta s'me kuptojnë që shumë. Këta për shumë njëshë më blendaj personit publik, dhe që një fjallë kje që mi osonë, heshtin ka 2 muaj s'dalin televizor. Që shtu për do me mund Albin Kurti na. Unë e kumë vret një sanë të vetja, si më falë që për zgati. Këta reagojnë ndaj njerëzve që i përdorin metodat e vendosjes. Kur ven e sulmon me metodat veta, këta e kishin hallin, e kishin seklet. Por që të arsye këto ditë më konë shumë jeti këtu unë. Sepse unë e pju shkoj veç me standart tyne. Qysh kini bo, ju po bëjmë edhe na. Kjo si pëlqen. Këta po shkojnë me metodat vjetra. Na jemi pacifista, qëfar pacifisim Albin Kurtin ti? Me që si pacifizëm kam prevu mi dal bal Slobodan Miloševićit. Ajo është naivitet. Unë besoj në pace, po janë dhe momente ku pace s'ka pikë vlere. E me këto duhet me radikalizu metodën politike. Këta si janë ka bëjnë, se kanë frikë pikë. Ndërkohë diçka që ka befasu këto ditëve të fundit është një aksion i policisë që është realizuar, po më duket kishte marrë pjesë 600 policë në çat aksione se nuk gaboj. Ermisin e të arrestuar në vendja 22 vjet, ish arrestuar ky zotnia që po shit fotografi me Xhelar Sfeqlën. Domthonë jo rastësisht po përmend këtë fakt për shkak se ky i arrestuar për drogë, Xhelar Sfeqla, ministri që do të më luftu. Imagjinoni tash, po e tash ka ky del të flet për shtet ligjor, për luftim të krimit e të korrupsionit. Unë e menoj që kjo është e zakonshme në vendosje, çdo hajn, çdo kriminal ekonomik, çdo keq përdorus ligjit, keq përdorus pare publike, të janë nis prej ministrave, prej ambasadorëve, këta i kanë mbret. Por rasti konkret ndaj këtij ishin distancuar me sa bash. Po, janë distancuar. Janë distancuar, por kjo aty pse ndos? Sepse vendosje të këta peshqit e vojlit që thonë ana, këta distancohen lehtë, sepse konfrontimi i këtij dillerit që tashmë i arrestuam, konfrontimi ti eventual me partinë, kur gjohë se prish punë. Pse nuk u distancu prej Martin Berishës? A i ka bon edhe ma akt kriminal ekonomik. Me të rejtë 600 mijë për i genit servis. A me kuptoni, ato dele mbron i Mosakusarin, dele mbron Rëzët Hajdarin, dele mbron Nagip Plasniqin, dhe këta e në kategori e rond, Faton Pecin, që ka bon shkelje flagrante të ligjit. Kontrat këtë e jashtë liqme me miliona euro, potencialisht mi bodon bugjetit. Këta i mbron Albin Kurti, por në këtune të veqëllëve, distancohet. Kjo pse e von, edhe si pengon kur gjomi i hup, edhe dyta me kryot imazhin që po, kur ka krim në strukturë të eme, unë i distancoj. Jo, kriminelt kryesor të ekonomisë, i ki nalt edhe i ki dosta. A kini qartë. Po që pyetja është edhe për këta dhe për tjerë, se po kanë vend këta njerëz të cilët kanë bërë si vepra mbrana lëvizjes vetëvendosje, dhe një tavolinë me ministra. Qyre, unë e menoj kështu, në vetëvendosje, ala për fat keq, vazhdon ajo ideja e tyne që për mua është absurd, po ata e kanë për një me besajnë, që edhe pa të thonë Arbulena kështu në mënyrë decisive kush vjen në vetëvendosje po të mirë. Ta besoj që e kanë një farë fuqie kështu mbi natyrore, që kur njerëz aderojnë brenda kësaj partie, me automatizëm shpërlan nga mëkatet.
Kjo është... Veç që Azrejnë së mujtë me bëtë të mirë, edhe qëto. Jo, po, fati jem ku mi aty 27 vjetë. Edhe kun kuptuar ku është demagogjia këtyre njerëzve, edhe kun kuptuar çish funksionon brenda. Po këta të rritet e reja që shkojnë. Aty ju bëjnë lavash të runit që në Shqipëri. E prandaj këta bëjnë kësi veprime. Pra kush hinë në vendosje, këta kanë dhe me Albin Kurti e ka të fuqin për mi shpërlanga me katët, çish bëjnë priftat në kish, edhe u kry muhabeti. Ndërkohë këta fakt nuk ndrojnë fare, hinë në vendosje, aty justifikohet krimi, tolerohet krimi der ku del në media. Dhe nisën i dytë që desha me, se kjo më kujtoi rastin e Besnik Mujecit. Ta kur ka fakte, pa kontestueshme distancohen se shnyhen. Momenti kur ka pak hapësinë interpretimi, këta me njëre mbrojnë. Kish pas që tu hapësinë interpretimi, edhe për këtë fondit arrestuar, këta e kishin mbrojt. Po këtu ke e zeza në bashkë në situata kristale qartë, këtu më nuk ka që ka mbrojt, ta është distancohen. Si kur rasti i Besnik Mujecit kur u zu me ekstazi atko, nuk pat që ka mu interpretuar, nuk pat hapësinë interpretim. Ke fakt, si me thonë 2 bën 4, ata edhe ato me përjashtuar. Po këta tjerë të Nagipi, të Martini, të Rozeta, të Ketë Meren, të Faton Peci, të Artane Rizvanolli, kret, aty ku ka hapësinë me debatue, me manipulue, me kriju propagandë, mbrojtje, këta bëjnë. Pecin si duket nuk e mbrojtën shumë, nuk e mbrojtën shumë, se më thonë Albin Kurti, e mbrojti pak Albulena, ma shumë partia Guxë. Të rasti i Pecit, unë e menoj që këta e kanë shfrytzuar Faton Pecit, a di që të mos Faton Pecit, jo, unë e referona me mbijem, pa qka se të kuj mbijem një ti mund me asocion së në tjera, unë so shfaj jem këtë. Të Faton Pecit, menoj këta kanë shfrytzuar gjatë, sa i ka me pasbe, se ja la në talë më punë me prokurorin me gjykatat, kanë shfrytzuar gjatë, por me ndërtue rrefimin e vetë, ose mi dhonë, si me thonë, argument shtes rrefimin e vetë, që për një me gjykatat janë kundër qeverisë Kurtit. Sistemi gjyqësor është kundër qeverisë Kurti, edhe aty të keni paju. S'pat argument pse Faton Peci është i pafajshëm. Po del Donika Gervalla, del Albulena Agji, u thënë, këta janë kundër Albin Kurtit. Gjykatat, gjyqësori si pushtet, është kundër Albin Kurtit. A bedin, kjo propagandë tyne ju shërben ose ju merr formë ose zë vend edhe përkohësisht të do njerëz, to e përdor shembullin e Faton Pecit. Unë të falenderoj shumë që ishe ti në emisionin frontal. Knaqësi si çdo herë Arsim. Falenderoj shumë nesër Bajram, po ta uroj Bajramin sot. Edhe unë përshfrytëzoj rastin këtë besimtari musliman mi uru Bajramin, kështu që festoni në paqe dhe dashni e solidarizim brenda njëri tjetrit. Falenderoj shumë, shikues të nderuar, falenderoj ju që keni qëndruar me emisionin frontal, këtu po japim fond për sot. Duke falendruar gjithmonë që qëndroni me televizionin të shtatë, pas pak ju pret shpendje me emisionin e tij Kanape, në orën 19:30 është edicion qendror i lajmeve, më pas është presingu e kështu me radhë.